Jemi në studio me Gjengiz Husein. Gjengizi është aktor me profesion, pra I shkolluar si aktor, merret dhe me muzikë. Profesoresha Teuta na e ka sugjeruar pasi tarabukës I bie shumë mirë, pra një instrument I ngjajshëm me perkusionin, ose në quhet perkusion, nuk e di, futet në ato instrumentet e perkusionit. Është I shumëanshëm, por artist në shpirt. Megjithse punon në Ministrinë e Mbrojtjes, po flisnim për atë se shumë herë në jetë ne duhet bëjmë profesione në cilat gjendemi rastësisht, por lajmi mirë është që Gjengizin duhet ta mbani mend si emër, Gjengiz Huseinin, për shkak se do t'ju tregojmë pas një viti, pse ndoshta do ta kemi sërish në studio. Sot jemi për të folur këtu për komunitetin rom, për sukseset, diskriminimin në përgjithësi që bëhet, edhe sigurisht janë krenar komuniteti rom me Gjengizin, nuk e di nga do t'ja fillojmë, nga lajmet e mira? Apo jo? Do ta fillojmë nga karriera jote në përgjithësi, që ka lidhje me artin. Keni një teatr rom, I cili është I regjistruar si një OJQ, kështu ma the, apo jo, nëse nuk e kam gabim. Dhe përmes teatrit, përmes artit, ju pretendoni të ndryshoni pak a shumë ose të paraqisni diskriminimin, të flisni përmes artit. Shumë faleminderit për ftesën dhe e përshëndes Teutën. Ashtu që I përshëndes të gjithë shikuesit që shikojnë Alsatin, shikar dive Romalen. Çdo emision e kam këtë që I përshëndes edhe romët. Si ishte në gjuhën rome, po? Po, në gjuhën rome, shikar dive. O shdash të ma mësosh ma herët. Ama për herën tjetër do ta mësoj. Patjetër. Shu, Gjengizi si Gjengiz është gjenerata e parë 2007 kur fakulteti I Tetovës u hap arti dramatik në degën aktrim. Dega aktrimit më saktë. Dega aktrimit te prof Senat Abdulli dhe asistent Sabedin Selmani. Me shoqatën që thatë Teatra Roma është se jo qeveritare, por kemi më shumë kemi luajtur për Holokaustin, që është një si komunitet kur flas për Holokaustin, më ndjej disa emocione që s'ka fjalë si ti spjegoj. Por direkt të shkon mendja te diskriminimi. Je I lindur I rritur në Tetov, sepse më duhet ta them Gjengiz patjetër, sepse të premteve gjithmonë Shkupi bëhet shumë tollovie pa parë. Një raj që duhet dale prej shtëpie edhe Gjengizi më duket e ka zbuluar pse bëhet gjithë kjo tollovi, tha shkojnë tetovarët në shtëpi, administratorët. Përndryshe është I Tetovës Gjengizi? Po. T'ju bëjmë pak humor njerëzve? I lindur në Tetov. Jeton në Shkup, e bën tollovin në Shkup. Tollovin e bëj edhe pastaj premtën ja fusin për në Tetov. Në Tetov dhe Shkup, besoj që ka pas momente kur ti vetë je ndjeri diskriminuar ose në grupin tënd njerëz të cilët kanë folur se diskriminohen në shkolla, në rrugë, në fëmijësi. Po, si ta them, nga përvojat personale. Personalisht, si Gjengiz Huseini me I, asnjëherë s'ka qenë I diskriminuar, se jam I mbritur me shqiptar, një muall shqiptar, Turqeli dhe Maqedonas. Dhe këto gjuhët I flas. Edhe aty është plusi kur rritesh normalisht me Maqedon, shqiptar dhe turk, dhe ti I flet gjuhët. Edhe asnjëherë, edhe si në shkollim fillore, si deri në studime, si sot asnjëherë se kam ndjej. Nuk e ke ndjer, apo? Jo, edhe më vjen keq kur dëgjoj prej njerëz që janë intelektual rom dhe kur flasin për diskriminim, mu seriozisht mbim pak si mundet, e din me njerë jam duke menduar pse unë jo, edhe sinqerisht shumë dua të jem të një pjesë ku do të diskriminohem dhe të shoh si është ndjenja. Në fakt, nuk është që nuk e ndjejmë në diskriminimin Gjengiz, diskriminimin nga politika e ndjejmë pakës. Apo jo?
po flasim ashtu, po. Sepse Romat në përgjithësi janë pak të përfaqësuar dhe mendoj nuk e di nëse keni vërejtjen të drejtim, sepse në fundit aty ne marrim të drejtat tona, të përfaqësimi politik, të përfaqësimi drejt. Po, shifre, për atë segment jam, si të them, jam ku jam. Do me thonë, aktor, punon në Ministrinë e Mbrojtjes, edhe ajo e tëra tregon. Do kështë dashur t'jesh në teatr për ndryshe, apo jo? Pa tjetër. Më thej që asë njerës ke provuar të konkurosh, pse? A do të thot kjo që nuk ke besimin se mund të fitosh atë vend pune? Kur do t'jetë me komisione të sinqerta, për shembull, kur nuk do të formohet komisioni prej teatrit, kur do të formohet komisioni, për shembull, nga jashtë, si kur shkon në provim pranues për aktrim, ne kemi pasur profesor nga Prishtina dhe nga Tirana. Dhe ashtu kemi fituar, mendoj... Ndershmërisht, me nder. Po. E tash, kur do të ndodhet kjo, atëherë mendoj se shumica e pulsuarit kolegë në teatr nuk do ta meritojnë atë vend. Tash më fal për të gjithë kolegët, mos mendoni se jam nuk e folur, po e them të drejtën. Po, ashtu është. Edhe shikohet ajo mbas punimit, për shembull, për fat këtë kujdi ndoshta kam dini fat ose s'kam fat, por jam mire edhe me profesionin tim. Gjej kohë mbas orarin e punës të Ministrisë të Mbrojtjes, gjej kohë për të punuar edhe të mire me shfaqje dhe filma të shkurta dhe dokumentar. Ne kemi disa sekuenca, regjia, nëse mund t'i lëshojmë derisa flasim. Kjo shfaqja për Holokaustin që keni bërë, apo jo? Mendoj se... Nëse mund të na shfaqen, ose cila shfaqje ishte? Po, Roma Refreshment, ku tregon që këtu ne jemi ajo gjenerata ku do ta bëjmë një refresh në Maqedoni. Në që kuptime? Në që kuptime që Romët prej 2007-ës kam pasur Rom në institucion ku do t'i mbroje drejtat e Romëve. Dhe ne kemi menduar se ne si teatr mund të arrim, do me thonë... Ta ngrit një zërin. Ta ngrim zërin, çdo herë. Po. Të përfaqësimi institucional, do me thonë qalojnë? Po, nuk është direkt, se nëse shkim një direkt atëherë nënkuptohet marrëveshja e orit se ka gabim aty. Dhe mund të shkohet më, si të them, shumë pak duhet të flas për politikën dhe situatën në Maqedoni, por fatkeqësisht situata ju e lidhet shumë me politikën. Shumë lidhet sepse për momentin Romët janë në një, si ta them, në një okean ku prej 100 veta vetëm 10 veta din të notojnë. Shumë bukur e ke thënë. Të tjerët mbyten. E të tjerët mbyten, edhe prej ato 10 e kërkojnë Thuaj maqedonisht nëse të vjen. Jo, prish punë. Shumë bukur e ke thënë Xhengiz, pikërisht kjo është gjendja, domethënë. Disa që janë të suksesshëm arrin që t'ja dalin si puna jote, që të gjithë ta kanë nevojën, sepse je i suksesshëm. Dhe suksesi vazhdon, domethënë ngritjet vazhdojnë. Ne tham pas një viti do takohemi për të folur për një projekt tjetër, inshallah, po. Dhe të tjerat mbyten, domethënë. Shumë bukur e ke thënë. Edhe ajo është situata tash. Shikoni, kemi qeveri, por nuk kemi në parlament Rom. E tash është shumë një interesant, ku nuk gjej shumë televizi, se me fëmijët, me punën, profesionin, nuk lejon shumë. Por rastësisht, e pash kur lexova, mendoj në lajm ishte që thot formohet grup në parlament, tash nuk di si shkon procesi, po formohet një grup për diskriminimin dhe problemet e Romëve. E tash, në atë grup s'keni Rom. Po. Edhe ti nuk mund ta dish problemin më mirë se unë për komunitetin tim. Është shumë e vërtet. Kupton?
tash në letër është në letër, por në praks është diçka tjetër që Shumë e vërtet. Keni provuar ndonjëherë për shembull, nuk e di, në mënyrë kolektive që ti adresoni këto problematika, për shembull që në grup parlamentar nuk ka një rom që jo njerë, po jam 10 vit me radhë për 8 prill, dita e romëve. provoni? Provojmë, me thonë jo veç si unë ka shumë, edhe gëzom se nuk jemi, kur isha për shembull si gjenerat fillistare, atëherë kemi qenë 30 veta student, por tash është 3 herë numri i madh. Edhe ajo më bëm pak krenar që kam filluar Romët ta kuptojnë se pa shkollë ti se në arrin asgjë gjë. Është shumë e vërtet kjo gjë. Edhe çdo herë për 8 prill bëhet fjalë, kur kemi misafir prej kryeministër deri gjithë qeveria, gjithë institucionet, edhe vetë Duart Trokiti. Një ditë ju kushtojnë vëmendje, pastaj ditëve tjera Po jo, unë them as jo një ditë, 2 orë. 2 orë, po. Kishte, mendoj se 2017 ishim në parlamentin, ku ishte kryeministër Zoran Zaevi. Edhe kur paramendohë, ne filluam të flasim për historinë e Romëve dhe edhe ai i tregon PR-it që për 10 minuta do të dale prej sallës dhe ta ndalim. Ti u ngritëm ne. Ti si kryeministër si them, çfarë ndjenje më jep, nuk ndjen sigur në këtë shtet, ku je ti kryeministër. Ti një ditë s'ke kohë të ma dhurosh. Po. Edhe atu pasaj kur ngritëm të gjithë intelektual, edhe ai edhim pak u friksua. Jo, por nuk u ndjej mirë. Pasi se kemi pas shumë mesazhe që e kanë goditur. Pastaj flit te kao navodno. Ai ka ndihmuar Romëve dhe ashtu me radhë. Edhe unë thash, okej, nëse ti i ndihmon Romëve, pse atëherë don të largohesh prej Roma. Përmete grupin e intelektualve, ndoshta për ata teleshikues që mund mos dinë që Romët e suksesshëm në komunitet që i kemi ne dhe që bëjmë punë të bukura, mund të përmendim ndonjë emër ose një grup intelektual është në cilën ti sillesh, që i ke miq ndoshta, çfarë janë me profesion? Jemi shumë. Disa prej më të njohurve kështu si puna jote. Për shembull, si puna jeme. Artist, këngëtar, profesionet ndryshme. Dhe fillon prej avokatëve. Kemi avokatë të suksesshëm. Alma Mustafovska, Sërgjan Amet, kemi doktor ku është shoqja ime, Afrodita Huseini, Berat, ke për muajt nuk më kujtojnë, por artist, këngëtar? Këngëtar, Gjefrina është për momentin si një yll tek Romët, ke edhe tash për mis që do ta përfaqësoj Maqedoni? Maqedoni është Komunitetit Rom. Oh, shumë bukur. Ja rova emrin. Edhe janë shumë, me vërtet janë shumë. Por ka një politikë që ndoshta fiton që, si të një Maqedon, razdoj pa vladej. Për çaj pastaj s'u ndo. Po, edhe ajo ndodh në fatkesish.
Gjengiz, unë jam rritur në një lagje që quhet Teqe në Tetov dhe aty ka shumë pjesëtar të komunitetit rom. Në klasë unë për vete, mendoj në çdo klasë, ne kemi pas nga 2-3 rom, të cilët diku, e cek edhe ti më herët, e ndërprisnin shkollën. Dhe pastaj shumë më vonë kam filluar ta mendoj, a ishim ne të tjerët fajtorë që ndoshta pa dashje i kemi diskriminuar, pa dashje ose me dashje, apo e linin vetë shkollën? Përse ndodhte kjo? Shumë më vonë e kam menduar dhe nuk kam arritur të gjej një përgjigje. Kështu tash, kjo është më vërtet edhe kur dëgjesha edhe prej familjes time se e ka lëshuar shkollën dhe e ka ndërprej në fakt, më bënte shumë nervos. E pse nuk i duhet vajzës shkollë, ajo është fjalë më shumë për vajza, edhe për meshkujt ku pse je nga Tetova, tash A tani e kuptova. Tani e kuptova. Dhe lagja Teqe, shumica e romëve mireshin me tekstil. Do me thonë, tash unë, për shembull, kur mirem me atë biznis, unë djalin tim e lëshoj në tezg për të shitur. Të më ndihmojnë në fakt. Edhe ato do dhe shta ajo. Por ajo është një filozofi e gabuar, shumë e gabuar. Të tregoj të drejtën mbas luftës dimjenje, fillova të mendoj se unë jam krenar me shqiptarët, sepse pa marrë parasysh partijit, kur bëhet fjalë për shqiptarizmin, atëherë jeni së bashku. E këtu nuk është ashtu. Ne s'kemi si lider. S'kemi lider kush do të na udhjeq. Por tani është kryetari komunës Shqiptorizares, kur të dudush, edhe me të vërtet njeriu punon. Dhe mund të aboni një komparaci para 10 vitesh si ka qenë komuna, edhe tash. Tash e thresin malë Paris, edhe me të vërtet. është me asfalt, ploshtat, të gjithë ato që mund të shish në lagjët aerodrom Karposh. Dhe ku jetojnë më shumë ti Maqedonës? Tash, ngelet vetëm romët të vedisohen që t'i kushtojnë pakës më shumë rëndësi shkollimit, ta vazhdojnë deri në fund. Ato janë duke vazhduar deri në fund. Të gjithë pa përjashtim? Po, mbas statistikës. Tani me që është bërë edhe i detyrueshëm, por shumë kush edhe nuk e respekton. Është bërë detyrueshëm. Edhe jam krenar që nuk martohen më si më përpara. Ka ndryshuar situata tani, apo drastikisht ka ndryshuar për të mirë? Nuk është ndryshuar 100%, por e kemi arritur dikundi 60%. Po prap, edin nuk e shohim individuan, por e shohim shumicën. Rekordatisht shumicën se Romët nuk janë vetëm në Maqedoni. Do me thonë, ne jemi mbaj 48 milion. S'kemi shtet, por e kemi tër botën. Kur ishim të Romët e suksesshëm, më duhet ta përmend me patjetër se me shumë keqardhje kam mësuar para mos them një muaj nga një shkrim në Facebook një person që kishte bërë një shkrim për profesorin Muhamet, që neve na ka dhënë muzikë në shkollën Naim Frashëri në Tetov për vite të tëra dhe ka qenë një nga profesorët më të dashur. Edhe besoj që gjithë ata që kanë mësuar në shkollën Naim Frashëri e kujtojnë me shumë nostalgji profesorin tashmë të ndjerë, fatkeqësisht Muhametin, sepse e kisha në plan dhe atë të aftoja, por shumë vonë kuptova që ai kishte ndruar jetë. Edhe unë se disha me të vërtet, por nga një shkrim në Facebook që kishte nxjerrë një shok, edhe po dalte kjo pjesa e muzikës, sepse kështu unë kërkoja profesionistë të suksesshëm dhe Teuta mes tjerash më propozoi emrin tonë dhe disa emra tjerë të disa djemve që i kushtonin shumë rëndësi muzikës. A është muzika ajo fusha ku ju e keni ndjerë veten më të sigurt, ose cila është lidhja juaj që e keni me muzikën përgjithësi? Jeni sevdali, ë? Kjo është fakt që nuk ndryshot. Ne muzikën e kemi në gen. Me thonë, si cilin
I treti nga komunitetit rom Di një instrument? dhe një instrument. Ajo është që i ka krijuar Zoti, talent. Ti e për tarabuk njerë, më kanë thënë që jem Po, mjeshtër i perkusione, tarabukës. po, edhe se babi i bie gitarës, por, Është kitarist i njohur apo jo? po, tash, Natyrisht që është i njohur, derisa ka qenë në atë kohë kur ka qenë Jugoslavia, thon. përpara grupit të Ribla Çorba, Bjelo Dugme dhe ashtu. Do me thonë, kanë qenë një bend i famshëm. Një bend i famshëm. Si quhet bendi ja? Në original këtu. Së ishte diçka, ma. S'më kujtoj tash. Okej. Kjo pjesa e muzikës do me thënë është një edhe është drejtim në cilin ti përfiton ku nuk ndihesh i përfaqësuar, sepse nuk bëhet një dasëm pa pas një tarabuke për shembull, apo jo? Po unë ashtu e pata një talje kur s'ka parë në teatr, shkim në përdarsma dhe fitim pa. Mbasnuse, si tha. Shkojmë mbasnuse, apo jo? Do kisha dashur që të flasim gjëre gjatë dhe sigurisht ti të na ndërmjetësosh për sjellur dhe tjerë persona nga komuniteti rom të suksesshëm, ato që përmenden ndoshta më herët, që mund të jenë dhe shumë më shumë, siç e cek edhe ti në fillim, por cili është ai mesazhi që do t'u ja drejtoje të gjithë atyre që për momentin po na përcjellin? Çfarë duhet të ndryshojmë në shoqërinë për të ndjerë më komod romat dhe atë pjesën e politikës mendoj se e tham që jeni pak të përfaqësuar edhe sigurisht të diskriminuar. Po kështu, shumë rënd vinë edhe s'kam fjalë kur flas për vitin, se ma shumë nuk dua të flas për vitin, por kur flitet për komunitetin rom, do me thonë jo romët që na ndjekin nëse duan profesionalisht dhe duan të shikojnë njerëzit si ne artistët, që te artistët s'ka aje Macedon, shqiptar, rom, turqeli dhe që di amerikana, indian, po ti je artist. Ashtu duhet të bëhet një slik, por unë mendoj se gabimi është tek ne. E tash dhe thua, pse tek ne? Se ne kemi frikë, shumica e romëve. Kanë frikë edhe kanë si vinte predrasudi shqip? Paragjykime. Paragjykime. Aty është problemi. Kanë paragjykime, nuk ndihen të lirë. Për shembull, unë ndihem ku të shkoj, ndihem normal. Po, mos ndoshta kjo ka të bëjë me suksesin sepse ti je një njeri i suksesshëm, apo jo? Po unë mendoj se jo, nuk është ajo që... Apo është kjo që the paragjykimet dhe që ndihen inferior ndoshta? Që ajo, për shembull, ne kemi qenë e vetë një shtëpi rome, në mes muallën shqiptar, turk dhe pak Macedon. Por s'kemi pasur paragjykime ose dini diskriminim. Pime fëmëri. Dhe kështu duhet ndihet secili, me vetbesim. Duhet me vetbesim, po. Vetbesimi dhe tash, do shta shiko, edhe politika i bon disa gjëra që për shembull dhe e marim komunën Qytorizari, për shembull, se komuna me më shumë rom ku në Macedoni, janë mbi 45.000 rom. Po. Edhe unë, kur filloj të ndërtohet shkolla e mesme, unë s'isha dakord me atë. Se ti do me thonë, automatikisht politika e në atë kohë donë të të lëshojnë e la që mos dalish jashtë. Të përzihesh në komunitet me të tjerët, apo? Edhe shumë keq është kur ti je në një rreth, vetëm rom, edhe ti je normal jeton. Por problemi është kur dalish ti nga komuna, për shembull nga lagja, në qendër, e ti fillojnë ato paragjykimet. Se ti me njerë, kur dalish mendoj se
do me thonë nëse i aty në atë kave të pi, do të jem i diskriminuar, më kupton edhe aty është problemi ku ne nuk duhet vetë besimi. Pa tjetër. E para, po pastaj shkojnë në fund të... Në fund të fundit do të shohin një model këtu përpara e kanë këtu në studion tonë një model të gjithë ata të pjesëtarët e komunitetit rom, se si duhet jetë një rom, apo duhet jetë Po, i shkolluar, duhet jetë intelektual, kjo puna intelektualit që do me thënë e mendon pak gjendjen e komunitetit të tij, shkaku i shkollimit mbi të gjitha, unë do kisha dashur që të vazhdojnë deri në fund shkollimin, jo vetëm prezencë fizike, por të përkushtohen, të mendojnë, të reflektojnë për ta përmirësuar gjendjen e tyre. Të falenderoj shumë, në këtë emision nuk ta dedikuam personalisht ty, por komunitetit rom pakës më shumë, herën tjetër mendoj se kemi për çka flasim. Patjetër, faleminderit për ftesën.